Mirë, unë fillimisht ju falenderoj që bashkarisht nëpërmes juve edhe mundem që ti informoj qytetarët e mi për aktivitetet punët të cilët i bëjmë, pasi që këtu në Maqedoni, sidomos në opozita jemi të kufizuar me mjetet të informimit, shumë aktivitete që kemi bë nuk arrin deri te dëgjuesit apo shikuesit. Fillimisht jemi munduar që ta stabilizojmë punën, pasi që në fillim kam hasë me një administratë jo të organizuar si duhet, mungesë dokumentacioneve të ndryshme, mungesë shumë punëve, dhe kemi bërë disa intervenime për forcimin e ekipit tim që ka qenë edhe ashtu në plan programin dhe platformën time që kam pas në këto zgjedhje lokale. Më thonë, jemi bërë disa përforcime të ekipit që unë i kam si bashkëpunëtor të mi të parë. Mandej, menjëherë, kemi asë problem tjetër si punë të organizuar, blokimin e zhirollogarisë nëpërmes marrëveshjeve fiktive të ndryshme që edhe ato kemi arritur që t'i stabilizojmë. Një pjesë të atyre borxheve i kemi paguar, një pjesë të atyre jemi marrë vesh që t'i bëjmë me kiste, kështu që sadokudo mund të them që tani është në një gjendje stabile. Deri vitin e ri do të kemi përsëri probleme financiare, mirë po do të mundohemi që edhe ato t'i tejkalojmë me punë dhe aktivitete që pa ndërprerje jemi duke i bërë në të gjitha sferat. Sa i përket projekteve, brenda këtyre 5 muajve kemi filluar disa projekte njëkohësisht. Disa prej atyre jemi duke i realizuar me mjete buxhetore të komunës, disa nga fondet që kemi aplikuar dhe që kanë qenë të aplikuar para se unë të vi. Do t'i numëroj kështu nëse ka mundësi me radhë, në fshatin Moron jemi duke bërë një pjesë kanalizimit fekal, dikund afër 850 metra do të bëhet rrjeti kryesor i kanalizimit dhe jemi në përfundim të këtij projekti, dikund brenda javës së ardhshme do të përfundon. Po ashtu edhe në fshatin Batinc jemi duke zhvilluar një projekt njësoj pjesë nga rrjeti i kanalizimit fekal. Edhe aty bëhen këto shaktot, kurse edhe një pjesë e rrjetit kanalizimit fekal. Kemi pas edhe një projekt tjetër për renovimin e shkollës fillore në fshatin Batinc, pasi që ka qenë në gjendje shumë të keqe, shumë katastrofale, bile kemi pas edhe vërejtje nga inspektorati sanitar, është bërë me remetim i brendshëm, lyerja, sanimi rrjetit elektrik brenda, sanimi i ujësjellësit, tualeteve, kështu me radhë. Nuk është bërë e gjitha sa është e nevojshme, pasi që duhet ende bëhen investime, mirë po, sadokudo jemi përpjek që vitin e ri shkollor nxënësit ta fillojmë me një po kështu. Edhe pse nga fshati Vërdekis kemi listën për 16 nxënës që janë të regjistruar në shkollat e mesme të qytetit, kam pas personalisht takim edhe me drejtorin e ndërmarrjes për transport publik qytetit Shkupit, edhe me kryetarin e qytetit Shkupit, edhe pse u morën vesh që të lëshohet një minibus. Pasi që ai minibus do t'i bartë, domethënë transportin e nxënësve edhe të fshatit Vërtekis edhe të fshatit Pagarush. Mirë po, ende bëhen pengesat atilla që për çdo javë na arsyetojnë se do të fillon prej të hënës, do të fillon prej të hënës. Mirë po, ne patjetër kemi që këto gjëra pak a shumë t'i problematizojmë, pasi që e dim dhe jam i vetëdijshëm se në vendbanimet maqedone edhe një nxënës po tjetë, edhe shumë më larg se fshati Vërtekic, ata kanë transport të organizuar. Kurse ne ju kemi dërgu kërkesën disa herë me radhë, ju kemi dërgu edhe listën e nxënësve me emra dhe me mbiemra, pasi që ndërmarrja transportuese ato mjete i merr nga Ministria e Arsimit.
E dim se obligim i domosdoshëm është arsimi i mesëm. Atëherë kjo bëhet si ta quajsh ndryshe përveç asaj se diskriminim. Unë vetëm deshta t'i përmendi edhe disa projekte që tani jemi duke i zhvillu. Tani jem në fazën e tenderimit rrugës fshatit Batinc, domethënë do të bëhet rruga kryesore e fshatit, dikun 1700 metra, do të bëhet zgjerimi i rrugës 5 metra e gjatë, e gjitha kjo shpresojmë që të na mban edhe koha do ta vazhdojmë gjatë këtij muajit. Kurse në fshatin Cvetov, gjithashtu e kemi fillu projektin për hapjen e një rrugë 3, gjatësi prej 3.4 km. Aty kjo rrugë për këtë vendbanim është shumë i rëndësishëm ky projekt, pasi që bëhet shkurtimi i rrugës për 1.5 km dhe bëhet shmangje e gjitha atyre kthesave dhe përpjezave të ndryshme që kanë qenë rrezik shumë i madh dhe vështirësi për lëvizjen e lirë qytetarëve të Svetovës. Edhe ky projekt është në fazën e fundit, domethënë brenda 10 ditëve duhet përfundon. Këtë fazë bëhet vetëm hapja dhe rregullimi i ujrave atmosferik, domethënë kanaleve të ujrave atmosferik, kurse për në të ardhmen bëhet plan që të vazhdohet edhe tamponimi dhe asfaltimi. Në Studën e Çan jemi duke zhvillu projektin e kyçjes së ambistrive në rrjetin e ujësjellësit. Menjëherë pasi që të përfundon kjo, këto ditë presim që të bëhet edhe asfaltimi i njërës rrugës numër 1 në Studën e Çan që shkon deri te shkolla fillore, ajo parashifet që të bëhet dikon të afër 930 metra asfaltimi i asaj rrugës. Këto janë pra disa nga ato projekte që janë shumë të rëndësishme, kurse ka nevojë që edhe në të ardhmen të vazhdohet punohet, pasi që infrastruktura në komunën tonë është në gjendje katastrofale. Ne ballafaqohemi me rrugë, me projekte që janë natyrës ekzistenciale, kurse e bëjmë krahasimin me komunat e qytetit Shkupit. Ata bëjnë plane se çfarë pllakat begatonit t'i vendosin atë mermerit, kurse ne që ta shmangim baltën, lloçin dhe gjitha këto që janë të merr për qytetarët tonë.